Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selam dhe salavat të qofshin për më të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Jemi duke folur vëllazën në lidhje me lutjen, dhe lutja është një manifestim i lidhjes tonë me Allahun e lartësuar. Është një kërkim, një adhurim prej Allahut i cili është El-Ghani, është më i pastri, që është El-Hamid, i cili është më i lavdruari. Njerëzit e kanë është vërtetuar nga përvoja që njerëzit të cilët nuk e lusin Allahun e lartësuar, kanë mi lut dikon tjetër, dojnë apo s'dojnë. Ka se shpirti i njeriu është i prirë mi lut dikë që ja plotson dobit edhe ja largon ato domet. Por mi lut dikon që ja afron dobit atij në jetën e kësaj bote dhe ja largon dëmet dhe ato çfarë mund t'i bëjnë zullum atij. Ndërkohë që ai që duhet të lutet, në vërtetë është ai që e posedon, që është pronari i domit dhe i dobisë. E ky është Allahu i lartësuar. Në dorën e të cilit është domi dhe dobia, është Allahu i lartësuar dhe ky është i vetmi i adhuruar me të drejtë. Andaj Allahu i lartësuar i ka qortu dhe ja u ka ndalu mi lut ata të cilët nuk e posedojnë domin dhe dobin. Dhe Allahu i lartësuar i thirr në Kur'an dhe ju thot: "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Mos e lut, mos e adhuro, mos i lyp atij i cili as nuk të sjell dobi, as nuk të bën dëm përveç Allahut të lartësuar. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Nëse këto e vepron, atëherë ti je prej zullumçarëve. Qysh je prej zullumçarëve? E ke vendos një gjë të duhur në vend të gabuar. Pra lutjen ja ke drejtuar dikujt tjetër, e ke bën një zullum, e ke bën një padrejtësi. Po ashtu Allahu i lartësuar thotë: "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum." Dhe adhurojnë dhe e lusin dikë tjetër pas Allahut të lartësuar, i cili nuk ju bën as dobi e as dëm. Ktu e shohim që besimtari sa më shumë që e madhron, qysh e thamë edhe në ligjëratat e kaluara, sa më shumë që e madhron Allahun e lartësuar në zemrën e tij, aq më shumë do t'ja kushtoj lutjet dhe adhurimet vetëm Allahut të lartësuar. Pra merr si rregull, sa më shumë që e madhron Allahun e lartësuar me tauhidin rububie, se vetëm Allahu është krijuesi, se vetëm Allahu i lartësuar është sunduesi, se vetëm ai është drejtuesi të gjitha çështjeve, prej tij është jeta, prej tij është vdekja, në dorën e tij është domi dhe dobia, aq më shumë do t'ja kushtos sinqerisht, do të jesh i përkushtuar në lutjet drejtuar Allahut të lartësuar. Tham që nga edukata e lutjes, të cilën ne duhet ta mësojmë se si ta lusim Allahun e lartësuar, në mënyrë që të na përgjigjet ai, është që ta fillojmë lutjet tona me lavdrim të Allahut të lartësuar. Dhe tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku një person ishte duke u falur dhe tha: "Allahumma ighfirli warhamni." O Allah, falem mua dhe më mëshiro. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Je ngut o namazli, je ka ngutesh o namazli." Kur të falesh dhe kur ta lutësh Allahun, fillon me falënderim të Allahut, me atë çfarë ai është i denjë dhe e meriton, pastaj dërgo selavat për mua dhe pastaj lute Allahun e lartësuar. Dhe të njëjtin person një herë tjetër e pa duke u fal përsëri. Dhe ai fillimisht e falënderoi Allahun e lartësuar, pastaj dërgoi selavat për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj luti për atë çfarë kishte nevojë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha pastaj në fund, i thotë: "Sel tu'ta." Lëp se do të ipet. Ja japi një farë, i dha një farë lloj myshde që tashmë je lut si duhet dhe gati janë që gjasat mund të përgjigj Allahu i lartësuar në lutjet tuaja. Pra, në fillim të lutjes tonë, ne e lavdërojmë Allahun e lartësuar. E lavdrimi më i mirë është elhamdulillah, ashtu që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj dërgojmë selavate për pejgamberin ton, që në fakt është lutje e Allahut të lartësuar që ta lartësoj dhe lavdëroj emrin e pejgamberit në shoqërinë e lartë, dhe pastaj lypim prej kërkesave tona. Gjithashtu kemi një çështje më rëndësi që dietarët dhe selefi i kanë kushtuar rëndësi se me çfarë me lavdëru Allahun e lartësuar. Dhe këtu vjen në pa e kanë kërkimi i tyre i emrit më të madh të Allahut të lartësuar. Cili është ai emri më i madh i Allahut të lartësuar, i cili nëse ne e lutim atë përmes këtij emri, Allahu i lartësuar na përgjigjet në lutjet tona. Dhe ka pi tyre të cilët thot e kam lutur Allahun e lartësuar në këtë formë: "Ya badi'us samawati wal ard, ya dhal jalali wal ikram." O shpikësi, o krijuesi i qiejve dhe të tokës, o zotruesi i madhështisë dhe fisnikrisë.
Dhe kanë thonë që ky është njëri prej emrave më të mëdhej të Allahut të lartësuar. Pra njëri prej emrave të mëdhej të Allahut të lartësuar. Ka edhe përgjigje tjera për të cilat dietarët kanë mos pajtim në mesin e tyre se cili është emri i madh i Allahut të lartësuar. Dikush kanë thonë duke dëgjuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka përgjigj dikujt se cili është emri i Allahut të lartësuar më i madh, kur e ka dëgjuar që është ka lut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë e ke lut Allahun përmes emrit të tij më të madh, dhe kush e lut përmes këtij emri do t'i përgjigjet në lutjet e tij. Andaj gjithë secili prej nesh është kurrështar mi ditë këta emra, në mënyrë që lutjet tona t'ja paraprijim këto lutjeve tona me këta emra dhe në mënyrë që Allah i lartësuar të na pranon lutjet tona. Prej haditheve ku kuptohen disa prej emrave të bukur të Allahut të lartësuar, apo dietarët që kanë thonë është prej emrave më të mëdha të Allahut, është hadithi i Asma bint Yazid, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, emri i Allahut të lartësuar më i madh fshihet në këto dy ajete. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. I adhuruar juaj është një vetëm Allahu i lartësuar, nuk ka zot tjetër përveç tij, ai është Ar-Rahman Ar-Rahim. Dhe në ajetin tjetër në surën Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç tij, ai është Al-Hayy Al-Qayyum. Dhe kanë thonë dietarët, Al-Hayy dhe Al-Qayyum është prej emrave më të mëdhej të Allahut të lartësuar. Ky është emri më i madh i Allahut të lartësuar. Madje ky është mendimi i një pjesë të madhe të dietarëve. Pse saktësisht këta dy emra? Se nëse ne e lutim Allahun me këta dy emra, Ya Hayy, Ya Qayyum, nga se këta dy emra i përfshin të gjitha emrat e përsosur dhe cilësitë vepruese të Allahut të lartësuar të përsosura. Al-Hayy është i gjalli, i përgjithmonë, që nuk vdes kurrë, i gjalli, përgjithmonë, që nuk vdes kurrë. Al-Qayyum është mbajtësi i çdo gjëje. Është i përsosur në veprimet e tij. Dhe çdo gjë qëndron në bazë të asaj që Allah i lartësuar ja mundson të qëndroj. Pra Al-Hayy Al-Qayyum, kanë thënë dietarët, e përfshin përsosmërinë e emrave dhe përsosmërinë e cilësive, andaj ky është prej emrave të mëdhej të Allahut të lartësuar, që nëse ne e lutim Allahun e lartësuar përmes tyre, Allahu i lartësuar na përgjigjet. Gjithashtu Al-Qurtubi, njëri prej dietarëve të tefsirit, ka thënë Allahu e din më së miri, ka thënë surja Bekara dhe surja Ali Imran e kanë marrë emrin dy dritat për shkak që të këto dy surat e përmbajnë këtë emër Al-Hayy Al-Qayyum. Në surën Bekara e kemi në ajetin Al-Kursiut, ndërsa në surën Ali Imran e kena qysh në fillim të surës Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. Dhe ka thënë Allahu e din më së miri, duke u bazuar edhe në hadithin e Asma bint Yazid. Gjithashtu Ibn Qayyimi, që është njëri prej dietarëve që është i kushton shumë rëndësi kuptimeve të emrave të Allahut të lartësuar, ka thënë që këta dy emra, Al-Hayy Al-Qayyum, kanë ndikim të jashtëzakonshëm në gjallërinë e zemrës, kanë ndikim të jashtëzakonshëm në gjallërinë e zemrës dhe të mendjes. Po ashtu është vërejtur që mësuesi i tij Ibn Taymija, Allahu pas mëshiru, thotë Al-Hayy Al-Qayyum kanë një ndikim madhështor në gjallërinë e zemrës. Një ndikim madhështor në gjallërinë e zemrës, dhe ka dëftu, ka bë më shaj, ka aludu që këta dy emra janë emrat e mëdhej, emri i madh i Allahut të lartësuar, pra Al-Hayy Al-Qayyum. A ka mendime tjera edhe për emra tjerë, të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka aludu që janë emra të mëdhej? Po, një herë prej herësh është lutur një person dhe duke thënë Allahumma inni es'aluka anni ashhaduk annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ke lut Allahun përmes emrit të tij më të madh, i cili po që se lutet përmes këtij emri do të përgjigjet. Nëse i kërkohet diçka do të jetë. Cili ka ky emër? E ka bo një formulim të bukur të lutjes, duke e lavdru Allahun e lartësuar, duke thënë o Allah, ty po të lush, dëshmoj që ti je Allahu, nuk ka zot tjetër përveç teje që meriton më adhuru. Ti je Al-Ahad, një dhe i vetëm, As-Samad, absoluti, ku krijesat ja drejtojnë të gjitha lutjet vetëm atij. Alladhi lam yalid wa lam yulad, i cili as nuk ka lindë dhe as nuk është i lindur, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dhe asgjë nuk është i njëjtë dhe i barabartë me të. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thotë e ke lut Allahun e lartësuar përmes emrit të tij të madh, që nëse i lyp të jep dhe nëse lutesh të përgjigjet. Po ashtu është përmendur gjithashtu një hadith tjetër
ku një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë një personi i cili është lutur, Allahumma inni es'aluka bi anna laka al-hamd. O Allah, unë ty të lut se ty të takon falëndërimi, ty të takon lavdërimi. La ilaha illa ant, nuk ka zot tjetër përveç teje që meriton më adhuru. El-Mannan, begatusi. Badiu samawati wal ard, krijuesi, shpikësi i qiellit dhe i tokës, ya dhal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, o poseduesi, pronari i madhështisë dhe fisnikërisë, o i gjalli, o mbajtësi i çdo gjëje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka lut Allahun e lartësuar përmes emrit të tij më të madh, i cili nëse lutet përmes këtij emri do t'i përgjigjet, nëse i kërkohet diçka do t'i jep. Dhe ka edhe mendime tjera të cilët kanë aludu dietarët përveç bazuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot në hadithin e Abu Dardas dhe Ibn Abbasit që emri më i madh i Allahut të lartësuar është Ar-Rabb, Zoti, që ka disa kuptime: edukuesi, drejtuesi, sunduesi, krijuesi. Ar-Rabb pra është emri më i madh i Allahut të lartësuar. Gjithashtu kanë thonë prej tyre, kanë thonë Sha'bi, emri më i madh i Allahut të lartësuar është emri Allah. Të gjitha emrat kthehen tek fjala Allah, te emri i Allahut të lartësuar, emri i përveçëm. Gjithashtu kanë thonë dietarët që pe selefit kanë thonë që pe emrave ose për emri më i madh i Allahut të lartësuar është duaja dhunnunit. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që dhunnuni është lutur për ta në barkun e balenës. Dhe thot, nuk ndodh që një person ta lut Allahun e lartësuar përmes kësaj shprehje, përmes këtij emri, vetëm se Allahu i lartësuar do t'i përgjigjet. Nëse shohim, ka edhe mendim të dietarëve të cilët thonë që në fakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka përgjigj njerëzve varësisht prej gjendjes së tyre. Pra e shohim që Allahu i lartësuar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra e shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa njerëzve ju ka dhënë përgjigje të ndryshme varësisht prej emrave të cilët e kanë lut Allahun e lartësuar, dhe ka dietarëve të cilët thonë që nuk ka ndonjë dallim në mesin e emrave të Allahut të lartësuar, të gjithë emrat e Allahut të lartësuar janë të mëdhenj. Mirë po, selefi dhe dominon ky mendim që ta lutim Allahun e lartësuar përmes këtyre emrave që janë përmendur që është emri më i madh. Andaj, nëse i mbledhim të gjitha këto për uljen e zemrës, madhërimin dhe madhështinë e Allahut të lartësuar në zemrë, pastaj e fillojmë lavdrimin e Allahut të lartësuar përmes këtyre emrave të cilët ne i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ja u ka pohu, ja u ka miratu atyre sahabeve që e kanë lutur përmes këtyre emrave, pastaj dërgojmë selavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gjasa të mëdha janë që duat tona, lutjet tona më na u përgjigj. Po ashtu nga edebet e duas, nga edukata e duas, është të dërgohet selavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë në hadithin e Abdullah ibn Mas'udit ku thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë se pari fillon me lavdrim të Allahut, pastaj dërgo selavate dhe pastaj lutu për veten tënde, sel tu'ta. Pyet, kërko dhe do të jepet. Kërko dhe do të jepet. Gjithashtu nga edukata e lutjes është që të përdorim shprehjet që janë gjithëpërfshirëse. Për shembull, Allahu i lartësuar na ka edukuar që në Kur'an të lutim Allahun e lartësuar me lutjen Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kjo ka përfshi të mirat e dunjas dhe të mirat e ahiretit. Gjithë të mirat e dunjas i përfshin kjo lutje, dhe të mirat e ahiretit dhe rujtjen nga zjarri i xhenemit. El hasana fil akhira, domethënë hasana, kjo e mira në ahiret është xheneti, dhe njëkohësisht kërkon mbrojtje nga zjarri i xhenemit. Gjithashtu, nga edukata e lutjes është që ta përsëritim duan, dhe të këmbgulim në dua. Nga tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që kur është lut 3 herë. Për një lutje e ka përsërit 3 herë dhe ka kërkuar falje 3 herë. Gjithashtu, Abu Darda tregon dhe thot, këmbgulni dhe përsëritni lutjet, nga se ai që i shton trokitjet në derë, pothuajse gati afër është me ju hap dera. Pra lutjet tona janë trokitjen e dyert e mëshirës së Allahut të lartësuar. Pra nëse ne i përsëritim ato dhe këmbgulim në ato, atëherë shpresohet shpejt që do të na hapen dyert dhe pranohen ato lutje. Lutim Allahun e lartësuar të na mundsoj dhe të na mësoj që ta lutim ato përmes emrit të tij më të madh, dhe t'i marrim parasysh këto edukatat e normave të lutjes, dhe të na përgjigjet Allahu i lartësuar në lutjet tona. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.